Vëllezër e motra, a e dini se sekreti i një dite të suksesshme fshihet në 10 minutat e para të saj, në hapat e para të saj? Sot do t'ju tregoj 5 hapa nga suneti i pejgamberit a.s. për ta përmbushur ditën tuaj me bereqet, me mirësi. 1. Zgjohuni herët. Koha pas sabahut është koha e rizkut, e bereqetit. Pejgamberi a.s. thoshte gjithnjë, bereqeti është në mëngjes, në agim, kur bota fle. 2. Thuani elhamdulillah, falenderoni Allahun, Zotin, krijuesin, furnizuesin, që ju dha edhe një mundësi, ju dha edhe një shans. 3. Pastroni gojen me njëherë, lani dhëmbët me misfak apo me furç, sepse kjo sjell freski, përqendrim në adhurim. E me këtë e kënaqim edhe Zotin, krijuesin ton, Allahun fuqiplot. 4. Falni sabahun, namazin e sabahut me përkushtim. Kush e fal namazin e sabahut është në mbrojtjen e Allahu xhaleshanuhu, ka thënë pejgamberi a.s. 5. Fillojeni me një sadaka, jepni sadaka. Edhe një fjalë e mirë ju liron rrugën e suksesit, ju dhuron mirësi. Edhe një buzëqeshje për dikën në shtëpi është sadaka, është mirësi. Provojeni këtë rutinë që nesër do të shihni se Allahu xhaleshanuhu do t'ju sjell rizq edhe bereqet. Edhe kjo e garantuar me sunetin e pejgamberit alayhis salam.